Dhe tani rikthehemi me bisedën në studio. Bashkë me ne na është bashkuar tani Dorentina Demiraj, antare e bordit të Federatës së Handbollit të Kosovës. Faleminderit shumë që sonte me neve dhe me dëgjues e Radio Dugaxhinit. Një histori besoj që duhet mund dëgju, po më intereson një pyetje. Ish handbolliste e Istogut, ish handbolliste e Kombëtarës, tash po mendoj në pozitën në bord të Federatës së Handbollit të Kosovës dhe inxhinier e diplomuar. Cilën? Për momentin, I think që I own them all, po jam mas shumë t'i kënaqur që jam antare e bordit edhe më ka ofruar një mundësi me reprezentu edhe klubin e Istogut, po ashtu edhe Federatën e Kosovës përgjithësi. Je 28 vjeçare, besoj nga zyrtarët që sillen për federatat e Kosovës nuk kanë moshë më të re. Ja. Çu ndive herën e parë kur treguan ose kur lajmëruan, ose a e ke ditë pak më herët që kemi zgjedhur këtë pozitë? Normalisht përzgjedhja e bordit është mbajt vitin e kaluar, edhe unë nuk jam përzgjedhur herën e parë në bord. Jam kanë e para pi listës që nuk e kam rri votat e mjaftueshme për më kanë pjesë e bordit. Me të parë. Po. Masane njëna pjesë antarëve të bordit nuk ka qenë prezente gjatë vitit edhe nuk ka mujt më angazhu mjaftueshëm. Pastaj me automatizëm unë jam kanë e para pi listës edhe si vjet e jam përzgjedh unë. Që i bjen prej asoj listës që ka qenë, i bjen në qenë ma e votuara për me nëzon pozitën. Po. Në aspektin profesional, sa ka qenë e rëndësishme për ty, një femër, besoj, do të ishte edhe është besoj edhe shambull edhe për femra tjera që synojnë pozitat. Po e vërtet për moshë nder edhe privilegj, mas parë në një moshë 3, edhe pse karrierën time e kam të orientuar në inxhinieri, po ashtu e kom zyrtarizu edhe vullos këtë karrierën tem sportive 12 vjeçare me këtë pozitë. Edhe shpresoj që jam edhe motiv edhe për çikat e tjera që mos më ndal edhe me vullos edhe nga aspekti profesional, për shembull jo mund ndalu veç me aktivitete fizike, po ashtu edhe në pjesën teknike pse jo. Po dhe ti ke fundit kontribuon vend tonë. Po e vërtet. Edhe e dyta, je besoj në sportin me të cilin je rrit. Edhe e një e mirë. Po e vërtet pi moshës 8 vjeçare. Kisha pas qef më këty pak te dashnia për handbollin. Kur ka filluar përmendë moshën 8 vjeçare, a është realisht mosha 8 vjeçare kur ke filluar aktivisht? 10. Po, prej 10 vet. Okej, ku i ke marr hapat e parë? Normalisht një stog, shkollat garojnë njëra me tjetrën. Edhe njerë janë nisë për nivelit me klasa, mastaj e reprezenton shkollën, pastaj me rrethin është një tradit një stog, që garojnë shkollat njëra me tjetrën, edhe ashtu unë më ka një për ty në pjesë e ekipit, e masane ka edhe profa trajnira që janë si scouts, edhe tash ata shohin kush ka ma shumë potencial, kush ka talent në sporte specifike, nuk ka veç në handball, po ka edhe në sporte të tjera. Ata i kanalizojnë pastaj ku. Po. E tash unë kum pas një paraqitje të mirë në atë kohë, edhe tani trajneri më ka kontaktu me prindin, a është Dorentina gati më kanë pjesë e ekipit e Istogut, edhe qashtu gradualisht që ka nisë karriera janë në handball. Fantastike. Për ndryshe Istogu është një prej vendeve sa përket handbollit me ekipin e femra më i suksesshëm në Kosovë, skuadra e Istogut. Pas luftës, po. Qysh ka ardhur puna pastaj me u inkuadru te ekipi i Istogut nga grup moshat e reja te ekipi i parë? Po, fillimisht ja kam nisë me pioner. Me pioner, po. Pastaj jam avancun kur e kam moshën për kadet, aty kanë suksesi më i madh po më në jemi. Pe kadetve në moshën 14 vjeçare kam bashku edhe përfaqësues ekipit U15 të Kosovës. Po. Okej. Në moshën 20 vjeçare në përfaqësuesen U20 edhe U21, derisa kam përmbyll karrierën në të dyja njëkohësisht. Edhe te ekipi i parë, me ekipin e parë a keni arrit sukses sa ke qenë ti? Po. Po besoj që 2 ose 3 kupa e ka marrë Superligës Kosovës. 2 ose 3 për thu kështu, din këtë normal. Po mas pari kupën e ka marrë. Me Istogu e fiton. Po e vërtet, kupën për herë parë kemi fituar me gjeneratën e kadetëve, ku më kanë edhe kapitene. E përveç kësaj më ka sportin përgjithësi edhe mi ka qelë dyrt edhe në aspektet e tjera. Për që ata jam shumë falenderuese që kom join handballin si sport. Po edhe njëkohësisht edhe ka arritur edhe sukses dorën në zemër, edhe është për 2 mundi që ke bote. Po ka qenë një periudhë pak më e vështirë besoj atëherë se sa tash. Po shumë. Nuk keni pagu, nuk është që keni përfituar prej sportit në aspektin financiar.
Kur im kanë në qatë kohë nuk ka pas torna financiare, kam veç dëshirë dhe vullnet për me lujt, në fakt ma shumë, edhe pse unë deri në moshën 20 vjet, im kanë alo shumë e rejnë ashta, edhe nuk e kom ditë rëndësinë e të ardhura financiare, po kam ma shumë dashnia për sportin. E vërtet. Në handballin për përgjithsinë që në atë kohë kur ja kom nisë one, nuk u kanë edhe shumë i zhvilluar. Po e mira u kanë që çdo vjet ka pas kampe, ka ra me taku, me shëtit, me shku në qytetet ndryshme, të ka mësu disiplin, rregull, ke mësu për humbjen, ke mësu kur ke fitu, për shembull, të kanë dasht krejt, ose kur ke hub, ke marrë tepër shumë kritika, të kanë ofendu, e në moshë 3, për shembull, edhe të kanë suportu me publik, ose të kanë shah me publik, e diqysh në moshë 3 je forcu ashtu, në menoj që më kanë ndihmu edhe me forcu edhe karakterin tam. Absolutisht po. Se ballafaqosh me situata që normal nuk ballafaqosh me to në sfera tjera. Edhe të bjen me njoftu shumë njerëz të ri, të bjen më shëtit. Pej moshës 15 vjet për shembull kur ja kom nisë me përfaqësuese, kanë ardhur tepër shumë mundësi me shëtit në atë kohë edhe për mua kanë atëherë pak një privilegj. Ashtu çdo vit ke udhëtu të karame pa njerëz që punojnë në shtete tjera, që i japin tepër vullnet, që janë të organizuar ekipet e jashtit. Ashtu e ke pa që nashta ti ke menu që i shumë e mirë në fushën tënde, po e ke pa tjerë sa të përgatit janë. Sakt. Po më intereson me ditë edhe me një moment tek ftesa tek kombëtarja. Çysh është ndjenja kur të vjen ftesa pe kombëtarët? Çysh ke përjetu ti? Besoj është në realitet është cool. Po shumë emocion, edhe e keni avantazh. Edhe me përfaqësuese, për shembull, bjen me lujt edhe me ekipet mëdha, me lojtarë shumë të rëndësishme. Edhe gjatë periudhës tam, fun fact, në 2015 u kanë hera e parë kur ne jemi kanë kualifikime dhe jemi kanë një grup me Rumaninë, Bullgarinë dhe Serbinë, kështu që na gjenerata jonë U18 ndokat, është gjenerata e parë që ka luajtur një ekip kolektiv ndaj Serbisë. Edhe që na ka pranuar kështu me lujt, edhe pse është lujt pas simbole kombëtare. Po prapë është pjesë e historisë, po. Se unë me sa e di, po ma vonë ka pranuar Federata e Handbollit Kosovës, sa ka qenë gjallë Indira Izeti, pa të shku edhe në Serbi, po nuk i kanë lënë. Po aja pas disa viteve, po. Në gjeneratën e re edhe aty u kanë. Po, ajo kanë shumë sfida dhe udhëtimin e kanë pas tepër të zërshëm, po na e kemi kanë në Rumani, e u kanë më ndryshe. Edhe u kanë shumë lojë me emocion edhe me presion. Edhe që kemë nej që është kulmin në karrierën tem në përfaqësuese. Tash Kosovës, në fakt Kosova i ka fitu drejtat me zhvillu kampionatin mesdhetar për grup moshat U16. Sa beson që është e rëndësishme për vendin përgjithësi, po edhe për handbollistët e reja një garë që kemë zhvillu në vend tonë? Po mendoj që është shumë e rëndësishme për shkak se edhe ka shumë turista në të njëjtën kohë, edhe në të njëjtën kohë e shohin edhe përgatitjet edhe ekipeve tjera, edhe mendoj që kanë më jap tepër më shumë forcë dhe vullnet edhe ekipit të Kosovës më ushtru edhe më shumë, edhe me prodhu rezultate më të mira, edhe pse besoj që për momentin ata janë edhe të prodhu rezultate. Po në përgjithësi është mirë që më majt në vendin tonë edhe me ditët dhe shtetet e tjera që na mundë me jap kontribut sa i përket handbollit. Plus ka shtete që vinë këtu që s'na njohin anë. Po, e vërtet. Ballafaqohen me një realitet tjetër. Ka pas shumë përvoja edhe sporte tjera, del shumë element interesant kur vinë me paragjykime në Kosovë, se është krejt ndryshe në kokën e tyre me ato që ka shohin Kosovë. Besoj edhe kjo është shumë e rëndësishme. Po, kjo na ka ndodhur edhe në klubin e handbollit, për shembull kur e ka scout trajnerin ai lojtare ose o ardhe re dhe kanë pas frikë mas parë mirë. Ardhën në Kosovë ata kanë tepër shumë mendojnë stereotipe që është ande luftë, nuk është situata në rregull, nuk ndihen të sigurt. Edhe kjo është një promovim i mirë edhe i për Kosovën që kur marrin lojrat mesdhetare në Kosovë, se për me ditë që gjithçka në rregull, dhe na funksionojmë, dhe na kemi një ekip të mirë. Ja, dhe plus njerëzit janë pozitivë. Po, besoj nuk e presin kaq kërkon. Pak të s'kemi ndihmë. Sa i përket kësaj pjesë jemi shumë mikpritësa. Po dhe, sakt. Megjithatë, kontributin tënd, skuadra e handbollit Istoku nuk e ka harru, ti je edhe në pozitën e sekretarës në klub. E vërtetë, peni moshës 3, më kanë dhënë drejt. Edhe pse jam sekretare e klubit, para se më përgjigjeste që kjo, po më kallzon ku e kinjat monali. Në të lëm pozitë. Në tana ka pak. Trajneri na ka angazhu valla për një moshës shumë të re me pozita të rëndësishme në ekip. Ai ka pas tepër shumë përgjegjësi për veti, kështu që mundu na jap një detyra pak a shumë që m'ja hek aty një barr.
Por ky një horizont tjetër. Po njëna prej tyre kam e dhënë si sekretare e klubit, edhe kjo njëkohësisht më ka ndihmuar edhe në karakter temin për shkak se ti u dash me mësu që një moshë 3 je detyruar me shkruaj maila profesionale, me kontaktu me ambasada, me shkruaj kontrata, me fol me hembollistët jashtit. Gjithçka ka pak. Ama fantastike për përvojën profesionale po besoj. Në shumë sfera kjo ndihmon, si në komunikim, si në gjithçka. Po e vërtet, sidomos kërkesa për sponsor kanë refuzu, e ke mësuar edhe the fear of rejection, atë që të dikush ju thot po deri në moment fundit tani thot jo. Kjo që mirë për mua tana me vlerë. Po me handballin ndarja nuk është e ka ndodhur prej dëshirës shumë, sa ka ndodhur prej rrethonave. Është dashur me u fokusu ka vetëm më orientu ti. Unë si krejt ju marrë në Prishtinë për studime, moshën 19 vjeçare, edhe ja kom një studimeve në Universitetin e Prishtinës në FSHM, në shkenca kombëtare. Edhe fakulteti interesi ka pas nevojë për shumë dedikim. Në anën tjetër edhe handballi. Dash më kam prezent stërvitje një stog edhe u do kemi udhëtu 3-4 herë në javë. Edhe më kthi prapë në Prishtinë dhe veç një moment nuk u mujt me arrit dyjat në njëjtën kohë. E ke pa vetën që po s'po moj. Edhe plus vikendeve me lojë, u tha dhe diçysh kam pas çaf në njëjtën kohë më pas sukses në të dyjat. E më duket që s'po kam sukses në asnjënë, kështu që kam pas vendos, okay. Handballi 11 vjet karrierë, me mbyll edhe me vazhdu në drejtimin tim që kam përzgjedh. Shkencat kompjuterit. Pra me Dorentina është handballist e Stokut e Krytën. Me është kombëtarës e Krytën, sekretare e klubit të Stokut e Krytën, anëtare e bordit të Federatës së Handballit të Kosovës e Krytën, ndalemi te shkencat kompjuterike. Gjatë bisedës më tregove që punon për një kompani austriake. Për momentin për çka bëhet fjalë më saktësisht? Unë punoj për një kompani të Austrisë që ka një branch në Kosovë, edhe ajo funksionon me projekte. Për momentin jam të punoj një projekt në Austri me linjën e trenave infradoaz. Për momentin, po për momentin jemi të digitalizu punën e shoferave të trenave në Austri. Domethënë Dorentina pe Kosovës, po i qet mvi sanet në Austri. Po, e vërtet. Mvijen më saktësisht. Po me trena kur direkt një ndrejt sistemi. Është punë. Sa është komplikim? Është komplikim se puna në përgjithësi me software development është problem solving, edhe asnjë ditë nuk e ke të njëjtë. Po projekti dalin probleme të reja. Me ki fjalën. Faktikisht problemet janë të krijuar për të më gjetë zgjidhjen. Okej. Ose edhe krijon edhe vet kanjëherë, ama në përgjithësi ka shumë përgjithësi projekti që punoj, edhe ka të bëjë edhe me jetën e njerëzve, kështu që e kam edhe një barë ma ekstra, po në përgjithësi është shumë atraktive, nuk e ki asnjë ditë njëjtë. Që për mosh. E ki fjalë për sfidat, non stop dalin sfidë tjetër. Po puna në përgjithësi është shumë atraktive, sikurse është njëjtë, atë nuk e din kur nesër çka të pret. E përmendë që kur bëhet marrëveshja realisht në shkruhet një farë lloj kontrate përgjithësisë. Po këtë rast për mua po. Për shkak se projekti ka rëndësi ka të bëjë me jetën e njerëzve, edhe për këtë arsye u dashur edhe me pas në mendje që mundet çdo gabim i tim mundet më shkaktuar në fatalitet. Edhe kjo të arrit përgjithësi besoj. Ekstra. Sa kohë të merr me punën, çush punon për shkakun projekt? Në baza javore? Me orar punës. Po. Çfarë orari punoni? 9-5 ose çdo e ke orarin fleksibel, kanjëherë mundesh të punu 10 orë, kanjëherë 5. Sa ka me zgjat kjo deri sa nis aplikimi, ka nis aplikimi alo? Që tash është po në production, po ka ton kon release treja, edhe janë të e përdorur aktualisht kompanitë të trenave. Çush ka rezultuar deri tash? Mirë. Për momentin po nice. Janë të kënaqur. Janë shumë të kënaqur. Tash vazhdimisht vijnë përgjithësi treja, ata kërkojnë features treja, ti duhet me implementet. E pse Dorentin s'kandresh Kosova? Ku i kena trena në Kosovë, Dorentin? Të mësoj njëherë që funksionon në Austri. Ku bon testet në Austri, ja? Dëkqyri që funksionon, është sakte. Edhe kemi arrit tash ka fundi, se dija e dite, se shkoj koha, Dorentin. Ke qenë pjesë edhe e ICK-s, një periudhë projekte caktuar po.
Vente u ka në bashkëpunim përpara se më punu në kompaninë ku jam, kam punu në kompani tjetër, Link Plus, da kam pas bashkëpunime edhe evente, e kështu që edhe aty më ka rapu më kam pjesëmarrëse. Pse e përmendin Istogun si vend ku vinë mas shumë të inxhiniera? E përmendin për shkak se njerëzit në Istog janë matematikanë shumë të fortë, dalin pe qytetit, edhe drejtimet që mas shumë të zgjedhin janë ka fusha inxhinierisë. Edhe këto se kisha ditur më herët. Polime ka tepër shumë inxhinierë të Istogut që janë tepër devotshëm, tepër punëtorë dhe tepër të suksesshëm. Inshallah e dhone. Jo, që gjakenis ti. Dorentin, ka qenë kënaqësi me bashkëbisedu. Besoj një histori interesant që i ka shërbyer edhe dëgjuesve me kuptu kush është Dorentina më shumë. Edhe të urojmë shumë sukses në të gjitha 5 drejtimet ku i ke marrë. Faleminderit shumë. Edhe uroj që herën ardhshme kena me pas këtu në studio me ndonjë risi tjetër. Shpresojmë, tash a kam hapësirë edhe për tjera. Faleminderit shumë edhe një herë. Ka qenë kënaqësi.